Kjo ju ndodh nëse laheni çdo ditë. Përfundime surprizë rreth një studimi të pisanjusve. Në fakt, populli thotë të shpesh, më mirë i pisët se sa i pastër. Një kërkim shkencor në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e San Diegos, publikuar së fundmi, ka dalë në përfundimin se trupi ka më shumë dëme se sa përfitime nga dushi i përditshëm. Sipas kërkuesve, larja ditë për ditë nuk është e nevojshme pasi çon në largimin e vajrave natyral të trupit që prodhon. Përdorimi i sapunit dhe shampove të ndryshme çdo ditë çon në largimin e vajrave dhe si pasojë sjell flokë të thatë dhe shumë të dobët. Është e rëndësishme që nëse nuk djersiteni dhe nuk keni erë të keqe, nuk keni përse të laheni. Nga ana tjetër, kërkuesi shprehen se edhe pse mund të përdoren produkte hidratuese, ato janë një zëvendësim shumë i dobët i asaj që trupi bën në mënyrë natyrale. Nëse merreni me aktivitete fizike dhe puna juaj ju bën që t'jeni pis, mos e neglizhoni dushin.